E jo ne sot, mas krejt këti gjoku, mas krejt kësoj sakrifice, mas krejt këti mundi, që e bëndën gjenerata me ronë, sot ne, me na ardhë puna, me na ardhë more, me u turpënue, që jena musliman shqiptar, që kem këto tradita ka që të mira dhe këtë kulturë, ka që të mira dhe ka që të pastër, kombëtare dhe shqiptare dhe fetare, dhe me lakmu mas kulturave të tjerëve, me lakmu mas kremteve, mas festave të tjerëve, dhe kur na vinë festa tona, kombëtare, fetare, me thonë, ju ka hub lezeti. I ka hub lezeti 28 nëntorit, i ka hub lezeti 17 shkurtit, i ka hub lezeti bajramit, i ka hub lezeti filon festës e filon kremtës, e çka? Tash në trend kanë dalë do festa dhe do kremte tjera. Hej, populli shqiptar, muslimant, trashëgimtarët e Ismail Bey Vlorës, trashëgimtarët e plot emnave të tjerë, e Mullaj Idris Gjilanit, i cili është djegë për zgjalli, për këtë këmbë, për këtë gjuhë, për këtë fe, për këto tradita, na trashëgimtarët e tyne, trashëgimtarët e Shaban Jasharit, Bobës Tademe dhe Homzi Jasharit, i cili ka qenë hoxh, edhe ka qenë të e folë sabohin kur është sulmue, me abdes të sabohit, ka vdekë rahmetlia, e plot të tjerve, onë e kënd shqiptaris, na sot me na ardhë puna, me na udok matë mira, kremtet e të tjerve se kremtet e tona, me bo ma shumë për dota të Halloweenit, e nota e shtrigav, e dita e dreqit, e ati tjetrit, e këti tjetrit, e ajo tjetra, e me ngo fëmija jonë, e me ngo rinia jonë, e me ngo familjet e tona, e me ngo njerëzit e tonë, mas dotave dhe mas kremteve të tjerve, e me ilon onash dotat edhe kremtet, edhe gjokun, edhe mundin, edhe sakrificen, e vlëzërve, e bijave dhe bijeve tona matë mira. Qa pëndohë kështu me neve? Ku jemi njësë kështu? Wallahi, bilohit Allahi, kemi rrezik të madh, me na mallku mundi, sakrifica, gjoku, djersa, e derdhur me shekuj, nëse ne nuk fjellemi, nuk zgjohemi, mi festu, mi kremtu dhe mi mbojt lartë në qiell datat edhe kremtet tona kombëtare dhe fetare, ndërsa e kem obligim fetar, moral, njerëzor, kombëtar, me i respektu